Dije kur kishe BBG për ball? Kush më? Ty. Qa më bë? Tu ngrit? Kush? Po të bëj një pyetje. Kush? Ereksion pate. Kush? Sa i patur Ereksion pate kur sa i kishe flik. BBG për ball. Kush falaz, o manjak që shef çdo femër që vjen. Unë të fatën ato që desha mora. Unë ato që desha mora. Ti je manjak. Ti je manjak. Je manjak që shikon çdo femër. Je manjak i nevojë të vendyr. Unë ato që desha mora. Manjak çdo femër që vjen. Ke dash në fantazitë tua seksuale. Nuk e di se si ju duket ju, po mu më duket situata më shëmtuar që kam parë deri më sot te ky edicioni Big Brother, një situatë tepër e sikletshme, një situatë ku një çift, ky çift i ri pra sulmon po themi në grup Stenaldon për ta nxjerrë nga vetja. Po i kanë ra gabim Stenaldo nuk e nxjerrin dot nga vetja sepse e kanë parë këtë gjën. Është banor tepër interesant Stenaldo, nuk para bi pre këtyre budallëqeve. Kjo është e para. E dyta, nuk e di se si ka mundësi një mashkull t'i thot një mashkulli a ndjeve ti afeksion fizik kur pe një femër. Po është normale mor ti të ketë sepse e para Stenaldo është burr një herë. Dhe madje kjo e bën 100% burr që ai të ndjejë një afeksion fizik për një femër. Edhe nëse ka ndodhur. E dyta, çohet kjo tjetra se kjo është lojtare e fortë pastaj kjo gjigantja tjetër, edhe i thotë që ti je manjak. Pra e kanë bërë këtë fjalën manjak si më gjen karamele. Si më i thon ti je, ku diun ti je lojtar i dobët. Jo, manjak është fjalë e madhe moj vajz. Me një manjak ti s'rri dot me i shtëpi, me një manjak ti s'flet dot në i dhomë, me një manjak dënohet nga ligji. Pra, manjak është një gjë, domethënë po i humbet dhe kuptimi i fjalës, kuptimi i vërtet i fjalës manjak, me mënyrën se si këta e përdorin, sepse këta nuk dinë se ç'a nxjerrin nga goja. Pra, duke i thënë Stenaldos manjak, nuk dinë ç'a nxjerrin, nuk e kuptojnë atë që thonë. Dhe kjo është drama më e madhe aty. Kjo është ignoranca më e madhe kur ti nuk e ke idenë e fjalës që nxjerr nga goja. Pastaj që shija mbi tort është kur i thotë ti Stenaldo shef çdo femër që hyn brenda në shtëpi. Para, domethënë, si fillim Stenaldo e ka teknikisht pamundur të shikojë, sepse nuk shikon. Por ajo kryesorja, edhe sikur ti shikonte, është mashkull. Është normale që një mashkull të shikojë një femër. Është normale, ju ta përplasni në fytyrë normalitetin si defekt. Si një mashkull që shikon femër, po bravo i qof, le ti shikoj, edhe sikur ti shikoj. Në këtë debat duhet të them që Ina dhe Casey janë 100% humbur, 100% gabim. Dhe bravo i qof Stenaldos, i cili ruajti qetësinë dhe diti shumë mirë ta kalonte me pozitivitet dhe me sportivitet këtë situatë. Bravo Stenaldo.